Nëse keni tension të ullët, ja si ta trajtoni në kushte shtëpie. Shikim të turbut, konfuzion, marrje mendsh dhe bulesë janë disa nga simptomat e tensionit të ullët. Disa nga zgjedhjet që mund të bëni për momentin derisa të konsultoni me mjekun janë që të vendosni pak krip në gjuhë, e cila do të sjellë rritje të menjëhershme të tensionit. Konsumoni sa më shumë lëngje. Pini një kup me kafe. Të ngriturit në majë të gishtave për të pompuar gjakun lart është një ndër ushtrimet më efikase për të rritur nivelin e tensionit të lartë të gjakut. Të shtrirët me këmbët në nivel pak më të lartë se koka gjithashtu është një truk i cili do t'ju ndihmojë në rritjen e tensionit të ullët. Siguroni që herën tjetër t'i kryeni këto metoda para se të shkoni tek mjeku për të marrë një trajtim më të specializuar.